Të dielën s'ka dënë afati 2 javor për mandatarin e qeverisë, për mandatarin për kryeministin e Republikës Kosovës nga lëvizja vetëvendosja Albin Kurti. Nuk ka informata në qoftë se Kurti është i afërt dhe i gatshëm ta bëjë qeverinë dhe nëse i ka numrat apo jo. Ka vetëm disa deklarata të vogla të cilat zoti Kurti i ka bërë nga Londra kur ka thënë se mundet edhe që nuk do t'i ketë votat për ta krijuar qeverinë të dielën. Ndërkohë në Kosovë deputet televizjes vetëvendosje, zyrtar të partisë shpresojnë që dika në një formë dilën do t'i pikin disa vota dhe zoti Kurti do ta ndërtoj qeverinë me 61 deputet. Shumica e këtyre pra janë njerëz të cilët nuk janë të gatshëm dhe përtojnë në realitet të shkojnë në zgjedhje, sepse vetëm sa ishin 6 muaj më parë. Shpresat e Lidhjes Demokratike, e lëvizjes vetëvendosje se do të ketë koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës janë shuar përfundimisht dje nga kryetari Lumir Abdigjiku, pra nuk ka mundësi të një koalicioni mes LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje ka provuar edhe me nismën, nisma po vazhdon me kërku kryetarin e kuvendit, i ka vetëm 3 deputet, po 3 deputet e nismës në këtë moment nuk ja mundsojnë Kurtit që të zgjedhet kryeministër, sepse i ka diku në llogaritet që i ka 5 deputet më pak deri në këtë moment. A do të kemi qeveri të Kosovës këtë diell, a do të merr opozita mandatin për të ndërtuar institucionet si e dyta nga presidenti apo do të heqë dorë? Çfarë do të bëhet me ballotazhin e zgjedhjeve lokale? Kush do të fitojë Prishtinën e qendra tjera të mëdha të Kosovës? Do të flasim me njërin nga deputetët më aktiv të Lidhjes Demokratike të Kosovës, anëtarin e kryesisë të LDK-s, ish ministri i shëndetësisë Armend Zemaj. Armend, mirë se vjen në Vizë Intervju. Faleminderit, përshëndetje. Në Vatikan i thonë timi i barë, kur del timi i barë, zgjedhet papa. A do t'i del timi i barë kuvendit Kosovës të diellën ajo? Do të ketë Kosova qeveri dhe kryeministër? Kurti në këtë rast? Po, është shumë reale që kemi 9 muaj të humbur, ose me mirë të them 9 muaj mashtrim nga partia e parë, e cila tash po shihet që është fatkeqësi e besimit ndaj tyre, në pamundësinë për të krijuar institucionet e reja të dalura nga zgjedhjet e mënon shkurtit. Ne po e paguajmë gjithë këtë sjellje destruktive në raport me institucionet, me qeverinë, me kuvendin, në raport me zhvillimin ekonomik, në raport me integrimet evropiane, po mbi të gjitha në raport edhe me mirëqenien sociale të qytetarëve tanë. E kem thënë qysh në fillim që ky subjekt politik dëshiron të merr pushtet, po nuk dëshiron të ketë marrëveshje, qoftë ajo gentlemane, qoftë programore, apo diçka tjetër e cila është normale për një shtet demokratik. Gjithmonë është thënë që janë numrat për qeverinë, sigurisht kanë menduar në pazare ose kanë menduar në joshje të deputetëve individualisht. Kemi pas kohë gjatë për mos konstituim të kuvendit, kemi pas barikadim në emra të përveçëm dhe sjellje jo kushtetuese dhe kundër procedurave kuvendore, dhe sot jemi para një akti që për mendimin tim edhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës është i kryer, nuk ka qeveri pa marrëveshje politike. Dhe në këtë nivel nuk besojmë që edhe të dielën, vetëm nëse mund të ketë ndonjë lëvizje individuale të deputetëve të cilët kanë dalë jashtë grupeve të tyre parlamentare ose asaj që quhet rezultat zgjedhor, por as ajo nuk është produktive për një stabilitet të qëndrueshëm institucional në Republikën e Kosovës. A i ka Lidhja Demokratike e Kosovës, si me thonë, të konsoliduar deputetët e saj? A i ka numër që thojnë? Apo frigohet që ndonjë mund t'i lëvizë? Lidhja Demokratike e Kosovës përpas konsolidimit të numrave, mendoj edhe është treguar një konsistencë politike e qartë, e dallueshme, jo inatçore, siç mendon dikush ta interpretoj, por shumë parimore e organeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e kryesisë, Këshillit të Përgjithshëm dhe grupit parlamentar që asnjë deputet ose asnjë qendrim ndryshe nuk është karshi vendimeve që janë marrë në fillim pas zgjedhjeve të 9 shkurtit dhe ky qendrim është artikuluar edhe në qendrimet e kryetarit të LDK-s, por të gjithë neve pa përjashtim. Kemi pa në vazhdimsi, ka pas raportime të deputetëve, cilët janë takuar ose ka pas një sistem mos t'i quaj joshje, po një farë interferimi në qëndrimet e tyre jashtë grupit parlamentar
që të kalojnë me votë, ose nuk i dim edhe gjitha ato detajet, po të cilat kanë dështuar. Me çka i kanë tentuar mi jo shpibim? Është shumë interesante kjo, Po flas për emra, po flas kështu për ofertë, po flasim një propagandë të ndërtuar nga një subjekt politik, i cili ka linçuar gjithçka që ka qenë marrëveshje politike, ose gjithçka që ka qenë vullnet i deputetëve edhe në të kalum, qoftë edhe aty në një individuale. Ndoshta kanë tentuar sikurse herën e fundit që kanë marrë deputet të korruptuar, të mafisë të ndërtimit, dhe i kanë fut në lëvizjen vendvendosje dhe atëherë janë bërë të pastër ose kështu ka qenë ai far parashkrimi ndaj tyre. Po ju kanë ofruar lustrimin, pastrimin apo çfarë? Po ju kanë thonë si shohim. Siç duket, ka pas oferta të tilla, ndoshta pozitash, financiare, gjëra të cilat, po fatmirësisht grupi parlamentar mendoj që është tepër i pjekur, e ka besimin e plotë të elektoratit të LDK-s, edhe nuk e di nëse dikush e mendon se po, ose vetëm nëse i shkon në mendje që ta trajtojë atë besim dhe të kaloj me një vendimarrje tjetër ose të një subjekt që është plotnim kundërshtim edhe me ideologjinë politike, po edhe programore, sidomos me një qeverisje të keqe, korruptive, edhe e cila vetëm e ka sjell vendit regres, siç është lëvizja vendosje. Kur është mbledh grupi parlamentar dhe kur është diskutuar herën e fundit këtë çështje? Ne nuk kemi pas diskutim sepse kemi një vendim të kryesisë dhe kemi një vendim të organeve të LDK-s. Ka pas diskutime për mënyrën e trajtimit të votës për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe ju i dini ato, domethënë qysh nga fillimi kur kemi thënë që po vazhdoni me shkeljet e vazhdueshme, 3 vendime të gjykatës kushtetuese kanë treguar që është shkelur kushtetuta për procedurat kuvendore, por nuk ka pas ndonjë debat që mund të ketë ndonjë lëvizje, qoftë politike të LDK-s apo qoftë individuale të deputetëve personalisht. Zemaj, kryetari i lëvizjes së vendosjes Albin Kurti nga Londra tha që Bomakis më me arrit me bo qeverinë sepse ka shumë gjuhë të urrëties dhe ka shumë xhelozi e inat ndaj tij. A është xhelozi dhe inat refuzimi i LDK-s ndaj Kurtit refuzimi për me bë pjesë e Jo, absolutisht. Dhe se ke pa këtë deklaratë? Është këtë qeverisja, zotit Kurti, është tendenca që të kapë gjithçka dhe të privatizoj gjithçka në interes të lëvizjes së vetvendosje. Ta shndroj Kosovën në një sistem, mos ta quaj me gjuhën matron, monist, ta shndroj Kosovën në interesat e një ekipi parapolitik, as të lëvizjes vetvendosje, po brenda lëvizjes vetvendosje. Ti shndroj ministrat në kukullat e cilët marrin vendim për njerëz dhe interesat e grupeve edhe korruptive, edhe të mafive të ndryshme të cilat qoftë ajo farmaceutike, qoftë ajo energjisë, të cilat kanë dalë në sipërfaqe. Është sjellja e tij në raport me partnerët dhe miqt ndërkombëtar. Është sjellja e tij në raport edhe me lidhjen demokratike të Kosovës. Gjuha të cilën ata e kanë interferu brenda subjekte politike ose brenda ambientit familjar politik të qytetarëve të Republikës së Kosovës është toksike pikërisht nga këta individ, nga ky kryetar dhe nga kjo parti politike. Derisa ata nuk ndryshojnë. Ne asnjëherë nuk kemi shfaqë gjuhë të urrëties. Si e keni poha ka rezonuar? Mund të ketë nuanca që dikush mund të ndihet diçka i ofenduar, po në LDK nuk ndëgjon që dikush shpërfaq gjuhë të urrëties ndaj askujt. Ne flasim për gabimet, flasim për keqeverisjen, flasim për damin që i zhbor Republikës së Kosovës, flasim për regresin që ka ndodhur në Kosovë 4 vitin, për varfrinë e shtuar, për korrupsionin e rritur dhe për njerëz e lëvizjes vendosje të cilët janë pasuruar dhe askush nuk po ka mundësi as t'i burgos dhe as t'i gjykoj. Përfshi edhe ikën nga drejtësia të zotrit Kurtit si njeriu i parë i ekzekutivit të Kosovës. Kush janë grupet parapolitike në lëvizjen vendosje? Grupet parapolitike janë ata të cilët udhëheqin nga jashtë, të cilët nuk kanë mandat deputet ose nuk kanë të quaj mandat ekzekutiv. Po emri më i përveçëm dhe që është më i përfolur dhe të cili është një farë dirigjuesi edhe i deputetëve, edhe i fjalimeve të tyre, edhe i vendimarrjes, por që po del edhe dirigjues në aspektin ekonomik e financiar brenda vendimarrjes në vetvendosje është Deona Mihali dhe grupi i saj, të cilën sigurisht ka edhe emra të tjerë, fatkeqësisht unë i shoh që nuk janë miq të Kosovës, por janë nga jashtë, veprojnë Kosovë dhe veprojnë për interesa të cilët janë duke dëmtuar edhe vetë lëvizjen vetvendosje fund fundit, sepse kanë me pa në një kohë shumë të shkurtër cilit është dami i kësaj politike edhe i kësaj logjike. Nëse diellën nuk ka, domethënë, qeveri, i s'ka dhënë e drejta
kryeministit Kurtit si mandatar për të rizgjedhur. Dhe presidentja ose mund t'i afrojë një partie tjetër ose një parti mund t'i mbledh partitë. Disa herë gjatë fushatës pas zgjedhjeve Lidha Demokratike ka thënë që në qoftë i pari nuk e bën qeverinë, është Lidha Demokratike e Kosovës ajo që do ta merr përsipër ndërtimin e qeverisë. A e ka këtë qëndrim tash apo jo? Si e dyta e tretë? E para duhet ja përgjigje zotri Kurti pse i ka mashtruar qytetarët e vendit që i ka numrat për qeverinë. Në cilët numra është mbështet dhe ku është baza e humbjes së këtyre 9 mujorësh kohë të vlefshme për gjithë qytetarët e vendit. E dyta është Lidha Demokratike e Kosovës e ka dhënë opsionin e saj për qeveri kalimtare, e cila u përbuz, ndërsa jo po e shihni që shkuan 6 muaj ku gjitha këto probleme do të kalonin, qoftë edhe buxheti, edhe deri në zgjedhjen e presidentit të vendit, ku do të kishim zgjedhje të lira, mirë të përgatitura dhe institucione të reja. E treta, mekanizmi për ndërtimin e qeverisë kërkon mirëbesim. Mekanizmi për një marrëveshje politike kërkon parafrim programor. Ne këto nuk e shohim as nëse i pari nuk e ka mundësinë. Mos flasim për gjendjen tash të krijuar dhe nuk shohim mundësi edhe nëse i pari dështon. Jo, nuk shohim mundësi sepse kanë kalu koha e proceseve të cilat është menduar që mund të ketë një qeveri kalimtare e cila e përgatit vendin për zgjedhje të reja, i voton marrëveshjet ndërkombëtare, sidomos këto ekonomike, e përfundon një proces të ngurt që ka ndodhur në veri dhe e i hap dyert dialogut dhe në fund atëherë hapet tema edhe e zgjedhjeve edhe institucionit siç është presidenti të vendit. Tash nuk ka mundësi për asnjërin nga këto dhe ne nuk do të marrim asnjë përgjegjësi e cila nuk na takon faktikisht, por do të punojmë që të fitojmë zgjedhjet e ardhshme parlamentare kur do të bëhen. Por do të themi për të qartësuar, Lidha Demokratike nuk do të kërkojë mandatar për ndërtimin e qeverisë. Absolutisht jo. Jo, kjo është fakt i kryer, sepse nuk na takon në fundit, nuk na takon. Propozimi jonë nuk është përkrahur nga asnjë subjekt politik, disa kanë pasur rezerva, disa kanë pasur refuzim të menjëhershëm, pa analizu. Kohëve të fundit ne patëm dëgjuar nga lëvizja vetëvendose që kanë folur edhe për qeveri teknike, po mendoj që kjo është e vëndshme, edhe tash është ndruar edhe e dëmshme për vetë ata, edhe për vetë Kosovën. Nëse Kurti i kalon afati, Lidha Demokratike e Kosovës nuk merr mandat, Partia Demokratike e Kosovës ka çu fjalë, ka deklaruar se ata do të marrin mandat për ndërtimin e institucioneve. Kur shkojmë zgjedhje pra, sepse atë nuk do të ketë nevojë për këtë ditëshin ekstra. E ka mundësinë e dytë, nëse ata deklarojnë që kanë ndonjë mundësi të dytë, me një mandatar tjetër. Ato vendos sipas kushtetutës dhe kompetencës që ka presidentja e vendit. Ke fjalën për lëvizjen vetëvendose. Për lëvizjen vetëvendose. Por me mandatar tjetër, se mendjen për mandatar tjetër, sigurisht për mandatar tjetër. Ajo është temë tjetër. Ju e keni pasur çka ka ndodhur me emrin e përveçëm, për shembull të Albulina Haxhiut, është ndrru edhe derisa ku kaloi kjo zgjedhja ta quaj në banalitet e një kryetari ad hoc i cili më së paku përfason lirat e Republikës së Kosovës dhe institucionet e kuvendit të Kosovës. Atë nëse shkemi kështu dikun mesi dhjetorit zgjedhjet? Gjithaj përcakton kushtetuta, ne nuk mund të thajmë sepse është pjesa e dytë kohore, cila është mundësia 5 ditë, 10 ditë tjera, është dakordimi me subjekte politike parlamentare, por nuk mendoj që presidentja e humb asnjë afat kushtetues për të jap vendit zgjidhje dhe për të krijuar mundësinë për të kemi institucione të reja të Republikës së Kosovës. A pret që ka me pas ndryrje nga gjykata kushtetuese, Armen, ti edhe ju? Unë mendoj që kemi një ankesë të ata listës është dashur ta japin një përgjigje, pavarësisht asaj që ka rrjedhur si konkluzion i konstruimit të kuvendit dhe nuk bën asnjë institucion që mos marrë përgjegjësitë që i ka. Edhe atëherë kur nuk na pëlqejnë, për shembull, edhe vendimet shpesh herë ndoshta kanë qenë shumë të pëlqyeshme të gjykatës kushtetuese, po mendoj ata duhet ta luajnë rolin e vetë të tyre dhe mos prolongojnë asnjë proces. Dorën zemër, edhe ashtu po e shihni se jemi të kalu nga një proces tjetër, stagnimi është vetëm duke ndodhur, edhe është duke u rrit edhe problematika e madhe ekonomike dhe zhvillimore e Republikës së Kosovës. Armend, a pret që ka me pas një, deal të bjen pak kohë mes që ka me pas një vendim gjykatës kushtetuese për ta bllokuar procesin. Sot kur po flasim është dita e fundit që ata ose duhet kthejnë një përgjigje ose kjo ka lënë heshtje
të trajtimit ose mos trajtimit të landës së re, e cila është dërguar nga deputetet e komunitetit shumicë serb. Po Sadina, ne periudhë vetë jemi duke xhiruar të premten. Kjo intervistë duke u xhiruar të premten. Nga data e dorëzimit në fatin sipas rregullores së punës së gjykatës, ligjin për gjykatën kushtetuese, sot është dita të cilën duhet të ketë një përgjigje ose nuk trajtohet si land, por prapë edhe ajo duhet të ketë një përgjigje për adresuesin e kërkesës, ose mund të lehet në heshtje dhe mund të trajtohet ose s'trajtohet nëse hup edhe bazën kushtetuese për shkak të ngjarjeve të reja që mund të kenë shpërndërës së kuvendit, krijimit të qeverisë së re ose zgjedhjeve të parakohshme. Dhe Armen, shumë është interesant, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e ka votu kryetarin e kuvendit Dim Albashën. Mirë po votoi pas mendimit të ri të gjykatës kushtetuese, votoi për Rashiqin që të zgjedhet nënkryetar nga minoriteti serb. Pse? Ne kemi respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Papritë pa kujtu kemë. E kemi respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese, po e kemi respektuar në suazat asaj që është parë si pranueshmëri e një deputeti i cili mund të jetë i pranueshëm edhe për LDK-n si nënkryetar i kuvendit, pavarësisht çështjes procedurale dhe interpretimit që mund ta jap të ri gjykata kushtetuese. Por ajo çka duhet thot me LDK e dhona, po me sinqeritetin më të madh, ka qenë gracka e pretenduar e vënies së gjithë neve nga lëvizja vetëvendosje, duke kërkuar mos konstituim të kuvendit dhe shtyre të afate dhe akuzë që Lidhja Demokratike e Kosovës ose dhe parti tjera janë ata që po e bllokojnë krijimin e institucioneve të reja. Sepse kjo pak ditë u dëshmua me mashtrimin që ata nuk i kanë numrat për krijimin e qeverisë së re, se po t'i kishin në ditën pasuese ata do ta krijonin edhe qeverinë e re dhe do ta bënin edhe të preferuarin e tyre Albin Kurtin, kryeministër të Republikës së Kosovës. Andaj ne kemi votuar për dëshmuar edhe prezencën tonë, për të respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese dhe për mos lejuar arsyeshmërinë banale edhe tendencën për mbajtjen ose kapjen e vazhdimësisë të institucioneve të Republikës së Kosovës nga e ashtu quajtura qeveritë në detyrë apo nga deputetët që janë ministra jo ligjor dhe që po i marrin peng institucionet e qeverisë ose pozitat në qeverinë e Republikës së Kosovës. Ky ka qenë mendimi jon, ky ka qenë vlerësimi, edhe për këtë arsye ka qenë edhe vota pro zgjedhjes së nënkryetarëve. Ne nuk him në interpretimin. Po thot me pas votu Albulena Haxhiun kishim shku në zgjedhje, na kishte qitë para kësaj situatës, a i kemi gjartë votat për qeveria apo jo në mars, dhe e keni bloku procesin qëllimisht. Dëgjoj, ne nuk kemi fol për emrat përveçëm si LDK, dhe kjo është akuzë pa bazë dhe është shumë tendencioze e lëvizjes vetëvendosje. Asnjë emër të përveçëm ne nuk e kemi përmend si të preferuar apo mos të preferuar tonin. Kjo është akuza vetëvendosjes që i keni blokuar. Por sjellja e lëvizjes vetëvendosje, ne kemi thënë ne marrim pjesë në votim, vota jon ka qenë kundërt dhe kjo ka qenë në mënyrë permanente dhe me një konsistencë qartë politike. Mënyrën se si kanë interpretu, ata çdo herë kanë dëshmu në rolin negativ për krijimin ose konstituimin e kuvendit të Kosovës. Pse? Sepse ka pas oferta nga grupe tjera kuvendore që ta ndroni emrin, edhe kanë folur edhe për emra të përveçëm dhe mund ta keni kryetarin e kuvendit. Ata erdhën deri në një pozicion të cilën e degradun totalisht pozitën e kryetarit të kuvendit, e vnun një person i cili gjuha e tij e urrëties, edhe që ajo gjuha toksike që po flasim, edhe gjuha e tij ose veprimet e tij në të kaluarën ndaj asaj që është më sublime luftës shërimtare, u shtregu qartë që ata kanë humb ta quajmë që thot populli rrugën në borën këtë drejtim dhe kërkojnë vetëm mbajtjen e pushtetit në mënyrë të dhunshme, jo demokratike. Edhe këtë nuk duhet ta lejojmë as ne, as qytetarët e Republikës së Kosovës, por as gjithë ata që ja dojnë të mirën shtetit të ri dhe shtetit të pavarur të Republikës së Kosovës. Armen, çka tash? Çka unë mendoj nuk është kjo vetëm personale, po duket që po ecim drejt zgjedhjeve të parakohshme. Në dimër. Dikun 10 orë. Jemi para një rreziku që do të kemi buxhet vitin e ardhshëm. Dimën ver, po kjo është edhe një gjendje ku është sjell Kosova. Kjo është ajo që ne kemi thënë në vazhdimsi, përpas ajo se quajta ju lutem na lejoni, nuk kem dashur me marr rol prioritar, po kem dashur një qeveri kalimtare që e kalon buxhetin, i kalon marrëveshjet ekonomike financiare,
i kalon marrëveshje tjera që e mundsojnë integrimin e Kosovës në institucionet evropiane dhe euroatlantike, i hap rrugë dialogut, i hap rrugë integrimit në NATO dhe antarësimit të saj. Këtë nuk e ka dash lëvizjave të vendosje. Nuk e ka dash me vetëm qëllim që ata e dojnë vetëm pushtetin. Ata e dojnë vetëm pushtetin e nuk e dojnë shtetin. Dhe kjo tashmë është dëshmume. Nuk është çështje e NATO, as nuk është çështje dëshira politike. Kemi dhënë shumë për këtë shtet, qytetarët kanë vujt shumë për këtë shtet, kanë punuar shumë për këtë shtet, po fatkeqësisht e kemi një individ dhe e kemi një parti politike që punon për parti e nuk punon për shtet. Dhe Armend, a pra që ka me ndryshu skena politike? Po Ka me tjetër pos që po. lëvizje, sepse një Po pjesë tjetër. një pjesë Skena e kritika politike- pse të shkojmë zgjedhje ose Skena politike sepse po pak gjëra do shihet të nga ndryshojnë. rezultati zgjedhor në rezultatin zgjedhor, brenda dhe jashtë vendit. Po e shihni që këtë qeverisja edhe ndëshkohet, keq menaxhimi i institucioneve edhe ka veprime, edhe duhet të ketë veprime penale. Korrupsioni duhet të ndëshkohet sipas ligjeve dhe ndjekjes edhe policore dhe të prokurisë, por edhe të dënimit të gjyqësisë. Dhe unë besoj që edhe qytetarët me votën e tyre të lirë do ta bëjnë ndryshimin, i cili tashmë po shihet që është i domosdoshëm. Nuk është vetëm nevojë e Ligës Demokratike të Kosovës, po është i domosdoshëm për ta rikthyer Kosovën edhe në agjendat e mirëfillta ndërkombëtare, por edhe në vendin meritor të zhvillimit ekonomik. Çdo ditë ka largim masiv të rinjve dhe të rejave. Çdo ditë ka largim të personaliteteve ose personave që janë kategori deficitare. Edhe kjo është fatkeqësi që para syve tonë po shprazet Kosova. Shihni zgjedhjet e fundit të lokale, e shihni pjesëmarrjen në këto zgjedhje, e shihni zbrazjen e fshatrave, e shihni mbylljen e shkollave, edhe shumë gjëra tjera negative që po ndodhin nga këtë qeverisja edhe nga humbja e motivit për të jetuar dhe për të vepruar në Republikën e Kosovës. Kena me fol pak për zotin zgjedhjet lokale, mirë po flasim për në tërësi zgjedhjet lokale. Nuk e dhanë zgjedhjet lokale një përshtypje që mundet me pas një, si themi, një riorientim masiv të votës. Pra, në zgjedhjet lokale askush nuk dojë realisht fitues i madh dhe askush nuk dojë humbës i madh. Po jo masiv, po ndryshime Pra, po pozitive. shetit a jepin në sytë tu, a jepin zgjedhjet lokale sinjal që mund të ketë lëvizje të votës, ndryshime pozitive ka pas, sepse unë e votën e llogariti për Lidhjen Demokratike të Kosovës, nëse kemi parafrim të afatit për zgjedhjet nacionale, po përashtu edhe garen për kryetaret e komunave, e cila është edhe indikative në fitoren dhe e cila e kapitalizon në fitore të caktuara. LDK ka dalë shumë mirë, ta them, në këto zgjedhje, me numër të votave, me numër të asamblezëve, ka dalë para edhe me votën e Mërgatës, që është pa që një farë agjende ekskluzive lëvizjes vendosje me thith vota. Unë po flas për partinë, edhe për numrin e votave për subjektin Lidhja Demokratike e Kosovës. Për garat individuale të deputetëve ne jemi shumë të kënaqur. Domethënë kemi dy kryetar komunal, në komuna që janë tepër të rëndësishme, cilët kanë fituar me një përqindje mbi 50%, qoftë Lipjani edhe Istogi, dhe kemi komunat të cilat janë në balotazh, pothuajse të gjitha në përparësi si parti e parë, dhe kemi komuna që nuk ke mujt më arrit vendin e dytë, pothuajse për pak vota ose fare pak vota në zonat ndoshta edhe më të rëndësishme që janë pa nga një herë të dobta për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Deçani për 140 vota nuk e mujt më arrit ballotazhin, kemi një rritje enorme për subjektin politik, Rahoveci kemi rritje për subjektin politik, dikon as për 80 vota nuk është arrit ballotazhi, dhe kemi degë të tjera të cilat edhe pse kanë dalë në pozitën e tretë, shihet që janë të konsoliduar dhe kanë votë nuk po them të bllokuar, po kanë votë stabile për fitoren e Lidhjes Demokratike në zgjedhjet nacionale. Po flisni për vende, për rezultatet të mira, sa themi, në disa komuna ku nuk e pritej, edhe pse s'kan hyrë ballotazh, ka pas rritje Lidhjes Demokratike të Kosovës sipas jush. Po flisni edhe për fitoren dy komuna, Lipjani, e cila është e rëndësishme për kryetarin e saj, më shumë se sa për dikon tjetër. Jo, nuk e them ashtu, sepse edhe për Lidhjen veç kërkoj falje. Jo, e pa rëndësishme. Po ka pas në të kalumen, për shembull, një komunë e cila ka fitu kandidati për kryetar komune, ndërsa partia ka qenë dikon me 30% mbrapa tij, ose anasjelltas. Tash, edhe kryetari, nëse ka fitu mi 50%, edhe partia është mi 50%.
Do me thonë, edhe kryetari nëse është 30%, edhe partia është 30%. Kjo tregon që kemi punu në një punë, është bo punë ekipore, është bo punë programore, është bo punë intenzive, edhe struktura tona është shaj e mirë që kanë funksionu në tërsi. Do me thonë, nuk ka pas shkputje mes kryetarit edhe listës për asamble ose listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lipjani është një komunë relativisht i vogël, po peshën Lipjanit e jep gara për kryetar dhe kryetari Imre Ahmeti, i cili është një për figurave qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Istoku po ashtu nuk është komunë e madhe, po pesha e Istokut vjen nga vendlindja e Rrugovës, nga fakti që për vite me radhë ka qenë bastioni i LDK-s dhe fitoria pa ballotazh e ka këtë peshë. Po në anën tjetër e kemi pejen e cila na shkon në ballotazh. Pse ndodhi kjo? Për mua, gjitha komunat janë të rëndësishme. Po janë të rëndësishme, po disa janë më të vogla, disa janë më të mëdha. Edhe si funksionari i Lidhjes Demokratike. Nuk është njëjtë si Prishtina, si Dragashi. Është ajo çka është thoni është si mallësi, si peshë, si për absolutisht, po unë po flas si zyrtar. Unë po flas si zyrtar i LDK-s. Edhe atë komunën edhe me 4000 banor ose 4000 votues, unë e shoh sikur në Prishtinën që i ka 120.000 votues. Po jo si peshë. Po si peshë kuptohet, si peshë politike jo. Sepse ne kemi edhe peshën individuale edhe si deputet sipas votave. Por më lejoni të theksoj vetëm një gjë. Të qenerit ndoshta gjatë në pushtet fatkeqësisht ka një herë nuk e tregon vullnetin e qartë ose nuk e kap atë pranueshmërinë e qytetarit për punët e mira që janë bo, po ndoshta ka një orientim për individin edhe ndryshimin e pa nevojshëm. Por vota është tepër e konsoliduar, unë e thash, në të gjitha komunat, edhe pse jemi në balotazh, kandidatët tonë janë të parët. Pothuajse të gjithat për ashtu Gjilanin, i cili edhe aty është një sukses, edhe do të ketë edhe ndryshim të rezultatit pozitiv, ose më mirë të them, mund të jetë mundshme edhe fitoria pa asnjë dilemë. Por kryetarët tanë, kandidatet, ju kanë shërby kryetarët aktual, ju kanë shërby mirë qytetarëve tyne. Ajo është vlerësuar mirë. Në të gjitha komunat dallimi mes atij i cili ka qenë kryetar, edhe të dytit është kogja i konsiderueshëm dhe ne shpresojmë dhe besojmë fuqishëm që do ta kalojnë edhe pa problem garën e ballotazhit. I një edhe rrethonat lokale, për shkak po duhet të pyet pak më shumë për pejen. Se një rrethonat lokale shkon atje shpesh, domethënë për fol Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë atje gjithmonë në një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Po në anën tjetër thuhet që lëvizja vetëvendosja e cila është në ballotazh ka një marrëveshje koalicioni me AK-n. Qysh janë rrethonat atje në bazë informata varmend dhe a është i rrezikuar gazmend muhaxherin këtë patë? Sipas informatave dhe punës edhe time personale, mos jam subjektiv, sepse jo që jam shpesh, po jam edhe aktivisht në terren, sigurisht e kryej edhe detyrat ato që mi kërkon ndoshta edhe kandidati për kryetar dhe subjekti, por edhe lidhshmëria që është tepër afërt edhe komunikimi në raport me qytetin nga vijon, edhe aktivitetin tim politik, ka përkrahje edhe nga këto grupe politike edhe pa marrëveshje politike. Nga kush? Domethënë ka nga aktivistë PDK-s, të Aleancës. Ai ishin koalicion me PDK? Jo, nuk koalicion pas zgjedhor, po flas para, domethënë në këtë fazë. Ka përkrahje të njerëzve sepse ata i vlerësojnë punët e mira të kryetarit Muhaxheri dhe nuk dëshirojnë të kenë një testim ose të shndrojnë një aksident politik për shkak të që ato që i quajtë edhe në fillim disa inatëve që mund të jenë ose fitorev të vazhdueshme të një kandidati. Qytetarët e PS janë tepër, mos t'i quaj të pjekur, po janë intelektual, janë njerëz që dojnë vendin e vet, edhe besoj që i vlerësojnë edhe punët e mira, dhe ajo do të shihet. Është pa me votë, fatmirësisht është pa me votë, se është një përqindje tepër e vogël e mos kalimit pa ballotazh, po tash ka dhe mos thamë ka dhe nga antarësia lëvizjes vetëvendosje, domethënë brenda qytetit të PS, edhe disa tjerë që janë dalë për te petkit politik, edhe aty në inate politike dhe dëshirojnë që ta kenë një kryetar i cili vazhdon avancimin dhe zhvillimin e PS ashtu siç e meriton. Jo vetëm po në nivel tjetër Kosovës, do të bëjë Lidhja Demokratike koalicione të hapura apo jo? Ne nuk kemi... Për shembull në Prishtinë me PDK bie fjala. Nuk kemi vija të kuqe, nuk kemi vija të kuqe. Herë kaluar s'ka pas koalicion. Sepse edhe pe pozicionit të deputetit që jemi, por edhe të përgjegjësive që i kemi në kryesitë të LDK-s, askujt nuk i themi që ti bëhet e pamundër që ta fitosh garën lokale.
sepse rezultatin për partinë ne e kemi. Nuk ka mos zgjedhje për asamblesë dhe lidhjen demokratike, po është për kandidatin. Deri në fazën e parë është trumbetu shumë vetëm për partinë, për programin, për punët, po tash duhet me kërku votën e gjithë qytetarëve pa përjashtim. Edhe në këtë kontest ka dhe interesa programore, politike, lokale që kanë partitë të ndryshme. Edhe ky ka qenë dhe mbetet orientimi jonë. Krejt që ka qenë kërkesë, ka qenë që ta kemi një artikulim qartë, një përfundim, mos ta quaj vetëm preliminar, po përfundimtar të raporte zyrtare të votave në për zonat të caktuara dhe kandidatët tanë për kryetar mund të futen në bisedime për negociata aty ku ata e shohin veten që mund të qeverisin në nivel lokal me subjektin të cilin ju takon pa përjashtim dhe pa asnjë ekuivoke në këtë drejtim. Kjo po pyes Armend, domethënë se shpesh partitë politike kanë preferuar për shkak të anonimiziteteve me bë koalicione lokale të heshtura, pra mos mi bë publike. Po, është e vërtetë ajo. Tash si më thon, a ka më ndryshu kjo? Po ka ndryshu. A ka më ndryshu kjo edhe te Lidhja Demokratike e Kosovës apo jo? Ka ndryshuar jo vetëm për neve, po ka ndryshuar edhe për gjithë. Po flas për juve. Momentin kur takohen njerëz që ka pas barriera, edhe ju pe shihni edhe interpretimi OSB i fotove u taku ai me këtë, u taku sepse janë njerëz që besojnë që i shërbejnë qytetit vet dhe janë njerëz që i besojnë qytetarit. Në të kalumen ka pas kësi hezitime, edhe ka pas kësi pengesa, cilë dorën zemër nuk i kanë kontribuar as zhvillimit lokal, por as zhvillimit të Kosovës. Ne jem njerëz mund të takohemi, flasim, po s'do thotë që mund të pajtohemi dhe ta kemi një marrëveshje politike. Ndërsa pra pasken, ndërse ka lojra politike, edhe ka pazare, edhe ka interferim në agjendat tona, ato as nuk do të lejohen dhe as nuk do të përkrahen. Prishtinën çysh është Armend? A pret koalicioni edhe me fitohet Prishtina? E kem një kandidat të mrekullueshëm, e kem një kandidat cili ka punu shumë në këto 4 vite për transformimin e pushtetit dhe transformimin e Prishtinës në tërësi. Fatkeqësisht ka shumë probleme në Prishtina, është kryeqytet i mbi popullum nga gjitha anët e Kosovës, edhe ne duhet jemi gjithë vëmendshëm që ta ndihmojmë, edhe prej nivelit qendror, por edhe politikat lokale. Niveli qendror e ka penguar zhvillimin e Prishtinës, edhe kjo nuk ka qenë shaj e mirë. Ne kemi qenë në pushtet, ju e dini, kemi qenë në opozit kur e kemi bërë ligjin për kryeqytetin. Dhe i kemi dhënë të gjitha atributet një kryeqyteti që na bën krenar të gjithë në kundërshtim me atë që ka bërë qeveria lëvizjes vetëvendosje. Rezultati është i mirë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka dalë parti e parë dhe me numrin e asamblesëve, kandidati jonë dhe kryetari aktual i dhershëm ka dalë i pari, besoj që do ta sigurojnë edhe shumicën bashkërisht që ta udhëheqë kryeqytetin edhe për 4 vite tash. Çysh ka mos siguruar, sipas teje? Çysh është dashur mos siguru kjo shumicë? Partneritet, alianca, koalicione, edhe me partneritet, sigurohet edhe me bashkëbisedim për te grupe politike edhe që ne kemi struktura tona politike, me grupet e interesit, shoqërinë civile, qytetar, akademik, profesionist shëndetësor, gjitha kategoritë, edhe kryetari, edhe ekipa ati, shtabi, po të gjithë neve pa përjashtim që jemi duke komunikuar që ta kemi një fitore solide. E përmenet Gjilanin, distanca është ekstremisht e madhe, dikun për pak vota kret nuk ka arrit shkoj Gjilani pa ballotazh në favor të kandidatit lëvizjes vetëvendosje. Tha mund ta transformojmë këtë rezultat qysh se është shumë vështirë. Domethënë për dikun 50 vota ka mund të shkojë pa ballotazh. Besoj edhe jo, po edhe gjithë ne kemi përcjell garat në të gjitha komunat. E di që është garë për 0 zgati, po. Pa përjashtim. Kryetari aktual i Gjilanit, po e them pa ndonjë ndikim kështu politik, po si qytetari i Kosovës. Është ndoshta i vetmi kryetar që krejt Kosova dhe krejt Gjilani ka thënë që nuk e ka bërë asnjë punë për 4 vite. Gati fitoi për 50 vota, këtë shku pa ballotazh. Tash këtu dashta. Kandidati ju shumë i dobët apo çka? Këtu dashta me dalë, aty kërkoj falje. Domethënë, nëse një kryetar një kryetar është vendos në agjendat e mospunës në nivel Kosove, ka qenë ai. E tash shtabi lokal aty, dega, gjithë kapacitetet që i ka LDK duhet i shohin ku kanë gabuar në pjesën e parë. Është fat i mirë që kemi hyrë në ballotazh dhe për mua nuk është i parritshëm edhe të përmbyset edhe ky rezultat. Flasim realisht, Armend, ku mendoni në ballotazh që LDK-ja e ka një përparësi, jo pse hinë e para apo e dyta, po e ka një përparësi reale? Po ne të gjitha jemi pothuajse e para. Po ku është ti në sinqeritetin e plotë diku ne keni përparësi më të madhe në disa komuna? Përparësi unë mendoj që është Prishtina, është mund Gjilan se ki përparësinë aty, ta dim.
është Juniku, është Vitia, është Dragoshi, më thonë që e kanë një përfaqësi solide, po duhet të punohet. Unë nuk e thëmë këto që ata të egzaltohen nga kjo dhe asnjëri, por të punohet ndoshta shumë më shumë se sa rundin e parë. Por edhe kandidatë e tjerë, cilët janë, më thonë, cilët nuk e kanë pozitën e parë, duhet punojnë njëjtë ose dyfyshin që të arrin rezultatet e dëshirueshme dhe të fitojnë komunat ose të mbajnë komunën, siç është edhe besoj fuqishëm edhe Fushë Kosova, edhe Obiliqi, pa dyshim, domethënë këtë nivelin e rrafshët të Kosovës. Kandidatura tjera që kanë hyrë ose pretendojnë me hyrë në marrëveshje politike lokale, ato do të kenë ndërsim edhe bashkëndim edhe me kryesinë qendrore të LDK-s, por edhe me interesat e tyne, çfarë i shohin ata afat shkurtër, por edhe afat gjatë, qoftë ato politike, por gjithmonë bazë duke pas interesin e qytetarit të asaj komune dhe të Kosovës. Gati se në gjitha komunat, po më duket gjitha madje, LDK është në ballotazh me lëvizjen vetëvendosje. Edhe PDK-ja gati dhe gjitha vendet është në ballotazh me lëvizjen vetëvendosje. A mundson kjo një koalicion për të gjitha komunat mes këtyre dy partive, a ka ndonjë ide të tillë? Mendoj që është i pamundshëm që të përkufizohet si e tillë, edhe pse ka qenë e pritshme se lëvizja vetëvendosje ka pas pushtetin absolut në këto 5 vite. Edhe ne kemi qenë tepër vëmendshëm që komunat tona nuk e kanë përkrahjen e njëjtë. Kjo është thonë në vazhdimsi. Asociacioni komunave ka reagu Bashkia Ndërkombëtare, kanë reagu kryetarët e komunave, derisa edhe aty ku ka pas bllokada individuale të komunave veç e veç, të cilat janë udhëhequr nga LDK-ja, sigurisht edhe nga parti tjera. Është një garë pak më e madhe dhe më e shtrirë me lëvizjen vetëvendosje, po ne jemi në garë edhe me partinë demokratike, edhe me aleancën për ardhmërinë e Kosovës, domethënë në komuna të caktuara. Dhe këtu nuk e kemi asnjë dilemë të kërkesës për partneritet, aty ku e shohim të mundshme që ne pretendojmë që kandidatët tonë edhe sot janë më të mirë se sa gjithë kandidatët e tjerë, edhe ata të cilët nuk kanë mujt më arrit garën, kemi menduar dhe kemi besuar që janë shumë më të mirë, por kjo është verdikti i qytetarëve dhe ne e përkrahim në plotësi. Por nuk do të ketë një koalicion blanko ashtu siç nëse e mendove në atë formë, po kjo do të jetë sipas agjendave lokale të kandidatëve. Për Prishtina mendon që duhet lëvizet LDK PDK, tu e pas parasysh që koalicioni bashkëqeverisja nuk shkoj mirë. Kjo është në dorën e kandidatit për kryetar, por sigurisht është po flasim për kryeqytetin, është temë pak më në tavolinë e ki çdo ditë këto, edhe bisedat edhe antarësia jonë, edhe qytetarët pyesin sa ka ndonjë marrëveshje politike. Besoj që edhe kryetari i partisë, por edhe kandidati edhe kryetari aktual do ta zgjidhin në mënyrën më të mirë të mundshme. Ata ku e shohin edhe fuqinë e votës, po edhe fuqinë reale, se këtu duhet të ketë edhe sinqeritet, se kanjëherë ju e dini ka pas edhe koalicione, ka pas marrëveshje, po nëse s'ka pas sinqeritet edhe bashkëndim të aktiviteteve ka dështu në shumë komuna. Nuk po flas vetëm për neve, por ka dështu edhe për të tjerë. Ka dështu edhe për tjerë, absolutisht. Herën e kaluar ka dështu AKS, ka dështu PDK. Sigurisht, po, ke pas zona unë më kujtohet për shembull Kamenica, ose më kujtohen disa komuna që me marrëveshjet fare s'kan pas rëndësi sepse strukturat s'kan qenë të sinqerta, ose kanë qenë të sinqerta, po edhe AK dhe PDK zyrtarisht e kanë mbështet Albana Brashin. Mirë, po votuesi AK ka shku komplet, ka ndihmuar, ndoshta ka qenë agjende qëllimshme. Jo, strukturat kanë qenë sinqerta, po votuesi ka pas preferenca tjera, s'duke ndëgjon strukturën. Për këtë arsye po them që duhet punohet shumë, duhet ndërtohet frymë edhe kompromisit, por edhe fryma si të thënë gruaja jote edhe nëna jote të thënë. Ku i bëzur rëndë? Ku i bëzur rëndë? Armend. Rëndë fujnon sonë me barbëton, rogash. E mbaj pak veten ti. Maja ato të. Maja të ato. Mos më prek me dorë. Kamera jo çajta, ai gazetor. Luzë zoti. Ai gazetor. Lutëm zoti. Ja, ai më vjen thonë ai zoti. Zot Armend. Dërma policin! Hajde, Armend, hajde! Që e ki këto?
Qa ki? Çfarë rregulli? Çfarë rregulli Astrid? Legujem. Mere ato. Astrid ti ki po me mu tani ti. Ti je dëshmitar, ti je dëshmitar, ju jeni këtë dëshmitar. Ti e të ku jam suaj. Problema Jo, ajo dia. Tine. Mos më afro. Mos më afro nga të pjesë. Veç qetësonë, veç qetësonë, veç qetësonë, veç qetësonë, mo. Mo, Mos qetësonë. më afro. Qetësonë. Agim, poshtë. Nuk ja fali Agim. Agim. Ju poshtë aty jo. Nuk ja fali. Nuk ja fali. O nuk. Nuk. Astrid. Qëre. Qufë se nuk e merrni serat. Ju gazetar. Keni punë me mua, Mos morë. rastin me policinë. Ski punë me ty. Lemro ti policinë lirisht. S'ka punë, çfarë shoh ke dhëm? Ski punë me mua fare. Lemro policinë, veç po them, mos bani konflikte këtu se s'ka bën. Lemro në policinë, s'kam çfarë me bë. Kuptim. Pa kuptim po dhe si pse bro? Po Tash sa njerëz na di. po sa shtarë ashtu më na thon hajna ashtu se. Unë s'reagova, mirë, po pse i kom ne, pse i kom bone? Ha? Çat kom bone që më thoj. Çai kom bone. O nuk. Nuk. Unë do shumëtar e kifi që unë të me të rasu që më ke thonë edhe mu, ma shtu se hajnë, rajnës. Edhe mu më ke thonë, qëtu dhe rajnës. Unë e dëshmitarin për këtë që ka ndodhë 100%. 100% në ki. Pas të fjallë se rajnës, së s'kam nevoj. Veç qëtësonu, veç mos e bani konfliktin në rrugë. Veç konfliktin në rrugë. Qëtësonu, kryni punë. Ai me nonë grume për me. Absolutisht. Turpi marr. Ky ishte materiali i plot nga intervista e paralizuar e tërsi me deputetin Admen Zemajt dhe pamjet e incidentit për leshjes dhe të dhunshme që ndodhi gjatë gjerimit, ta themi gjatë gjerimit pasi përfundoi në një farformë me intervista, por kamerat ishin të lshuara te Gazetës Blesë. Si gazetar që kam qenë i pranishëm në momentin e ngjarjes, dua ta theksoj se intervista po zhvillohej në një mënyrë shumë normale dhe të qetë deri në çastin e incidentit, i cili na ndodhi këtë papritur jashtë kontrollit tonë. Pra, papritur përpara kamerave në një situatë që askush prej nesh nuk e ka dëshiruar apo pritur. Unë kam mbetur i shtangur nga situata. Ne kemi zgjedhur të transmetojmë materialin ashtu siç ka ndodhur për të qenë transparent me publikun dhe për të shpangur çdo keqkuptim apo spekulim të mundshëm. Ky material që e kemi transmetuar nuk ka për qëllim të gjykoj askënd, se marrim ne nga pozicioni i një gazetarit drejtësinë në duar, por të tregoj qartë rrethanat e një ngjarje që tashmë është në duart e institucioneve të rendit, ku edhe ne do të luajmë rolin ton, qartësues dhe sqarues, po të ketë nevojë. E ndjej të nevojshme të them këtë publikisht. Uroj që situata të tilla të mos i përjetoj askush, as gazetar, as politikan dhe për më tepër as qytetar. Dhuna, ajo që e pam në skenat e xhiruara nga kamera e Gazetës Blitz në çdo formë është e prapranueshme dhe duhet të dëmtohet, pavarësisht se nga vije, nga pozita e politikanit, deputetit, gazetarit apo qytetarit. Pra, në emër timin personal dhe të Gazetës Blitz dënojmë dhunën e ushtruar në shesh. Por po ashtë të rrezikshme janë edhe provokimet. Fjalët fyse, ofendimet publike, shtyerjet që pastaj po na çojnë drejt përshkallëzimit. Si gazetar që mire tha njeri nga komedianët dhe aktorët tonë, tha problemi është që gazetari s'ka studie. Si një gazetar që i xhiron intervistat e tij me zyrtar publik e personalitetet të ndryshme në përsheshet të Prishtinës dhe qyteteve të tjera, përballemi shpesh me situata kur për të dëgjojmë fyrje, sharje, ofendime e gjëra të tilla. Nuk fiton askush nga këtu. Nuk përfiton asnjëra nga palë nga dhuna, nuk përfiton asnjëra palë nga fyrjet e sharjet. Përkundrazi, humbasim të gjithë. Fyrjet dhe sharjet, për leshje dhe dhuna duhet në këtë shoqëri përfundimisht t'ia lë rendin diskutimeve. Sheshet duhet të jenë për diskutime, jo për dhunë, fyrje e sharje. Ne kemi vendosur të transmetojmë këtë material ashtu siç ka ndodhur, siç edhe ju thash, pa të ndërhyrje, pa koment tonin, për të dhënë publikut pamjen e plotë dhe për të shmangur çdo keq kuptim. Në fund të ditës,
si gazetar, kemi për detyrë ta përçojmë dhe ta tregojmë të vërtetën. Edhe kur ajo ndodhet para syve tanë në mënyrën më të papritur. Edhe kur ajo neve na shtang dhe na vendos në situata kur edhe ne përballemi, ndoshta kam nga njëherë edhe me fyrje, sharje e kërcënime. Por po aq kemi të detyrë si gazetar edhe të ruajmë dinjitetin e njeriut dhe të ruajmë edhe dinjitetin tonë profesional. Këto dyja të shkojnë bashkë. Ruajtja e dinjitetit të njeriut është e barabartë me ruajtjen e dinjitetit tonë profesional. Uroj që këto pamje të shërbejnë si kujtesë për të gjithë dhe si mendje për të gjithë. Të flasim, të debatojmë, por asnjëherë mos të shkojmë drejt dhunës, nga asnjëra palë. Të tjerat do t'i tregojnë organet e rendit. Mirëmbëçit, shihemi në situata më të mira sesa këto që i pamë dy parë.